Tani dhe me kalu të një diçka që ka realisht që 1 ose 2 vite që ti, familja jote, jeni vu për para një sulme brutal, kryesisht të mediave në Shqipëri, ka pak shumë Kosovë, po më shumë duke i citu media në Shqipëri. Pas arrestimit disa grupeve që akuzohen nga SPAKU atje për drogë, për gjona tjera, po thuj se çdo natë flitet në emisione televizive klani Osmani, takimet e Harubës, si ke përjetu këto dhe çka ke me thonë lidhur me këto? Çka duhet me thonë? Ekzistojnë 2 mundësi. Ose t'ju thuj që shka thonë Isusi, falë o Zot, se din çka e ngabojnë, ose duhesh t'i përgjigjesh. Unë për i zedhe ma mirë t'ju përgjigjnë. Kur një temë që më konë në rrugë, asnjëherë, asnjë, përveç një personi që përmendën në stop Artur Sheun, vetëm ato që e kom njoftu një përmes një mikit tam që ka qenë përpara në pozitat në larta në Shqipëri, e ka pru, më ka prezentu si njëri që edhe kjo ka qenë aktiv, faktikisht nuk e dia ka qenë as ka qenë, edhe ka thonë që ka interes të investojsh, edhe ka interes diçka të zhvillojsh, kina folë, si që e kom prit, si që i kom prit tënë shqiptar tjerë, tu fillu prej studentave, tu fillu prej shkrimtarve, prej piktorve, prej sportistave, prej ambasadorave, prej gjykatësave, prej ministrave, prej kryeministrave, prej kryetare që kom organizu të bimet të ndryshme. Ju keni taku Sali Berishën? E kom taku Sali Berishën. Pjetër Arbënoren? Pjetër Arbënoren e kom prit. E kom prit Ilir Metën. E kom prit Sali Berishën. E kom prit që ka e në këtë tjetëri. Ministrat ndryshën Ilir Gjonin, Igli Toskën, bashkim Bashkim Finon? Jo, Bashkim Finon, jo. Kur që më taku. Ka qenë ambasador në Gjermani edhe... E kom... Faktikisht gjithë elitën e Shqipërisë kanë kalu në për durë tona. Artista, këngëtar, sportista, gazetar, gjykatësa, kryetar gjykatës, ku ta një si kanë arë gjithmonë kanë kalu në për durë tona, në për familjen tonë, kemi përcjellë, si që ka hije se cili shqiptar. Pa marë për asyur që kanë pas nevoj, vlavin e, që pëtajmë që e vran, Azem Hajdarit, Mik Azem Hajdarin, shoqni, faktikisht, zemra neve në ka ngrej, ose në ka ngrej gjithmonë për Shqipërinë. Unë nonën e kam me përjardhje, nonën dhe babën, faktikisht edhe na kemi për babës e kemi përjardhën për Mirditës, a për nonës e kemi përjardhën për Tropojës. Edhe gjithmonë e kemi pas një farë dashnie, mu ka dok përpara se përpara se të shlirohesh mia, kur kom pa një qytetar Shqipërisë, më ka dok si mi pa dajt e mi, për shembull. Edhe gjithmonë kemi pas një për afiniteti, unë personalisht, politikisht, unë s'kom bo dalime, se unë nuk jam në politikë të Shqipërisë. Po, gjithmonë edhe në Gjermani, për shembull, jam gjithmonë ma afër CDU-s se SPD-s. Në Shqipëri kom qenë gjithmonë me ide ma afër kom qenë me PD-n se sa me PS-n. Me Fatos Nanon, me kuta diunë, kreti kom njoftë. Po, kom qenë politikisht gjithmonë me ideja ka qenë jemi ma tepër djathtas se majtas. Faktikisht punë dhonë si jenë gjithmonë ma konservativ, e punë marë si jenë ma tepër social. Në që se s'kam drejt kundërshtam, po me atësonet një që e 35-60 vjetë, të shqiptar ti e krejt ndryshe, të shqiptar gjithmonë prej qëtë një, të ka interesu veç ashtë burri mirë edhe a burri keq. Nuk ke bu dallime politike asë njerë. Kjo është bindja ime atësonet një. Edhe sot, unë faktikisht i përcjellë, normalisht i përcjellë gjitha ngjarjet që ka ndodhur në Balkan. Unë jetoj në Spanjë. Jetojnë vendin më të bukur në botë, momentalisht që s'besoj që ekziston diçka tjetër. Por nuk ka ditë që nuk e përcjelli çfarë po ndodh për shembull në Kosovë, çka ndodh në Shqipëri, edhe gjithmonë me e kthyer nganjëherë shohim me një sy të gëzueshëm, nganjëherë me një sy të vajtueshëm. Pse
Jemi në popullit më të inteligent që ekzistojnë, po jemi si inteligent dhe jemi suksesshëm vetëm si vetjaka, e ju si grup. Si individ. Si individ, ashtu. Po më vjen Po si kolektiv. Si kolektiv nuk shumë zor me funksionon. I kom pa që Shqipëria ka hedhur shumë përpara, po se 10 vjetë e mbrapa. S'kam nevojë, nuk jam mik, as nuk e kam takuar, as nuk e kam ndaj punë me to, po kom pa që për shembull në kohën e Ramës. Nuk besoj që ka bu dikush ma tepër për Shqipërinë me mu zhvillu edhe në planin internacional ma tepër se Rama. I kom përcjell këta qërë, do kanë ditë, do s'ka ditë, do një mundu, do s'jenë mundu, do kanë këshu interesat e veta, amo ky ka bo bol, por e në Shqipëni nuk e di shka ka bo që ja kanë marrë inat, dishka ka bo, dishka është puna. Amo PR-in jashtë e ka bo. Shqipëni o zhvillu, kur nuk o zhvillu Shqipëni ama shumë se qëto vjetë. Po ka hala shumë punë, ka halon shumë. Normalisht si Parti Socialiste duhet më punu më tepër në planet sociale. Këta kanë punu si këtë që shkon i PD se ai i PS. Si më konë kryetari një partije që s'duhet më konë. E njëjta ngjarje ka ndodhur për shembull me Shërderin në Gjermani. Shërderi ka qenë i socialistëve, ka punu shumë ma mirë se këta CDU. Këta CDU tash e kanë punojnë si më konë SPD ose si më konë socialist. Vetëm për fatin e keq shqiptarëve, për shembull Schröderi, Gerhard Schröder, u bë drejtori Gazpromin Zvicër edhe kërkush si tha shpion rus. Te na veç me pi kafe me dikantën që ky shpion. Ai ka qenë kancelari i mram. Kancelar. Mas të në kanë ardhë lobbyista, kanë ardhë interesën fërtreti, i thajnë gjermanisht. Ai ka qenë në mikë personalisht në gjohë. Ai na kanë imu në kodë luftës, na kanë imu shumë. E kom taku, ka qenë musafir të une. Musafir. Na kanë imu atë shumë që në mund është me marrë në mandë, ose Rudolf Scharping. Lotë të Rudolf Scharpingit. Na kanë qenë të na dyrët në Gjermani. Kur ka dalë në televizion, kanë shkullet, kanë thonë që Serbt e kanë mbledh popullsinë shqiptare, e kanë qenë në stadion të futbollit, edhe do t'i asimilojnë ose do t'i vrasin sikur që i kanë vrarë në Srebrenicë ose diku tjetër. Ose siç ka bu Pinochet në Chile. Mirë, dhe mu këthy pak të Artur Shehu. Tha që e ke njoft Artur Shehu edhe realisht në bazë të Artur Shehu që jeton Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në gjuhë mediat. Thema ka prezentu një funksionar i lartë të Shqipërisë. Ashtë i PD-s, a i PS-s? Nuk është as i PD-s, as i PS-s. Po ma mirë mësja përmendë janë, se mas është funksionar i lartë, ka qenë në postet të ndryshme. Arturi e ka tregu vetë. Kush e ka njuftu me mu? E ka dhonë një intervistë në FBI, edhe kur është pyet, ai vetë ka tregu që kush si ka ardhur të njoftimi me mu. Unë s'kam pas nevojë me dhënë kur një jetë temë, kur farë interviste, edhe në qoftë se dikuj intereson, le ta marrë intervistën e tënde, le ta shohim kush ka, edhe çfarë pune ka pas ai me mu, çfarë biznesi ka bu ai me mu, çfarë marrëdhënie kena pas. Ai ka ardhur si musafir si shqiptar në restoran temi, siç kanë ardhur tonë. Në Palma de Mallorca në restoran. Disa gazetarë shitën, të blejmë, nuk e di çfarë, thush qysh dush, të pagun, për shërbimeve të huja, terta, të bardha, të kuqe, zoti e din, ata e kanë marrë fotografit, ku jam unë i fotografun me Artur Shehu, ndashtë ato fotografi, si ku pa, ato shihen shumë keq, po e kanë shkru që unë jam aty. Vetëm në restoran temin. E unë e presë të cilin shqiptar, sukur i ka hije në qafë se vjen dikush si musafir. Po jo në pun tjetër. As nuk kam nevojë, unë i kam punë të rregullune që 40 vjetë. I kam të natë mirat, s'kam kurfa problemi, i kam kushtet, s'besoj që janë edhe shqiptarë që kanë kushtet si unë. Ama, du të them në diçka deshte, e s'deshte me e pranu. Për shkak, do me thoj diçka për vetën time, po për vetën time,
në vitin, ti ke dollë në 87 në Evropë, apo? Unë jem dollë në shkurt mars 1982. Në jetë time, se ke najt me edhe e di që njef njerëz, puna të ka taku me njerëz shërbimeve, një shefa bosat policisë në për Evropë, edhe sigurisht që para se mu bona shok ke vetë ka pak për mu, në kum vetë për ty, në Evropë vesë, shqiptarët kur si vesë për shqiptarët. Po, Evropianve ju besoj, në jetë time nuk kam qenë një stacion të policisë për një bilet autobusit në Evropë. Në shtetësi suedeze, pejtë të shtatës, pasaport suedez, në Kosovë jam bo nona e krimit. Unë kriminal shumë i madhë, mafia në he. Tani, këto thashe theme që qarkullojnë, e sidomos në internet, realisht kanë kushtu shumë shtrejt. Që deshte me zder, mund kanë kushtu te për shtrejt, familjes time, po dhe ty të kanë kushtu shtrejt. Ajo është edhe cili. Ajo është cili, nuk o cili që une, po është cili që renomen time, të familjes time, dëllazive të mi, ato që ka kemi kriju me vete, që ndështë ka ndonjë frikë, që na do të përzijim, do të him dikun në politikë, do të bojmë diçka, askush prej ne as që ka interes. Edhe askush prej nesh, përveç mie në familje nuk është përzi, veç kanë ndihmu, kanë dhënë donacione, kanë dhënë ndihma, kanë kriju kuta ndihmën e tana, ama nuk janë asnjë nëse s'janë eksponuar. Përveç mie që faktikisht gjithmonë kom ngajt, kom afru, kom taku shefat sigurimit që dhe ati, kom taku me ministra, ma shumë të kom pas me punë t'jashme, me Kukin, me Fisherin, me se dija, kom arru edhe emnat, s'po nuk një majt ashtë në manë tonë ata. Edhe gjithmonë ka qenë një farë gjeluzie, pse ky? Çka ka ky? A unë kur njët, një ndim, se kom marrë as për shtetë Shqipënisë, as për Kosovës, as nuk kom blim. Shqipërinë e kem ndimu për ditës parë. Ndimin e parë që e kom po për Shqipëni ka qenë, në qofë se ju kujtot ata 2 gishtat që i kina pru për Zagrebit. Kreti kom pru vetëm, vetë i kom financu, vetë i kom pagu transportin, veç të ndimun. E kom ndimu në 97, 98, ku kom mujtë me ndimu disa, e kom ndimu Partinë Demokratike, kur kanë qenë të humbë në krejt, edhe faktikisht ju në këthy me lobbying, me njëfësit e mija, me kontakte, vazhdo. Është kryesor me ta kallëzu rrugën. Ti nëse nuk din me hec atë s'ke shumë rrin kërkon. Ama dikush me të njoftu, dikush me ta kallëzu rrugën, me ti çel dyert, atëherë ti vazhdon. Normalisht atë vjen mundesh marrë veç fitore, kur çdo qetë. Edhe ma kanë marrë për të madhe, disa tjerë. Jo për naj se kom po për naj interes privat. Më kanë vetë, a donë diçka. A për shka në animon, a kinë, e ku thonë, vetëm një punë dojmë. Nëse nuk mundi me në animu neve si Kosovë, mës na pengoni. Kur që qëta? Mirë, një diçka e di shumë të vërtet, që sot është të vlu shumë rreth Zvernecit, rreth sezonit. Po realisht njerivi parë që keni dosht me investu në Zvernec, në sezon keni qenë jo. Unë vetë, po. Po, pse u të roqe? Faktikisht, mase që më ka afru, kom shku. 2017-2018, kom fol me pronarin, më ka thonë që e kom këtë projekt, e kom këtë tokë, me Arturin, i më shku e kom pa, e kom këshyrë krejt projektin, i kom angazhu dy arkitekta nështë ma me renome botënorë, e kom bo një farë masterplani jonat formë, zhvillun ashtu, po pavarësisht, po e kom pa që diçka nuk është në rregull. E kom pa që nashta e kom në ha, diçka nuk është, nuk e di çka, ama diçka më ka thonë që nuk është kjo punë për mua dhe jam tërheq. Pse kur i ke kërku dokumentat e tokave apo çka? Apo përzimja qeverisë? Pasi që tash u bua dhe pak ma madhe e punë, s'po kam asë me qysh me punë, e kom pa që aj projekt nuk më përshtatët mu. Jo që s'mu nga me zhvillu.
unë jam i njoftën për investime, për s'ke dosh me hy me fjalë. S'kom dash me hy me fjalë, kom pa që në Shqipni halan nuk janë rregullu tana faktikisht punë të tokave kështu ashtu nuk janë të rregulluar hiç. Edhe kom pa që klima politike nuk është qash e mirë se ardhmë për marrë me investu ose me bon aty. I kom kërku do dokumenta që do t'i qojmë, që do t'i bojmë, edhe thash atë lekret. Mirë, po du paraprakisht me u kthy edhe pak te çështja e informacioneve, edhe dosjeve që realisht kanë ardhur nga shërbimet e Shqipërisë, kryesisht, që ti ke lexuar dhe unë i kom po një pjesë, dosje totalisht spekulative, dhe më thonë tha, i kom thonë, më ka thonë, e kom po, më ka premtu, krejt me thashë teme, gjithë që nuk ndodhë në Evropë. Po, kjo fotografia me Arturin, është bon në Palma de Mallorca, në restoranin tanë, apo në Haruba? Fotografia është e bonë në restoranin Ritsin, në Porto Portals, Mallorca. Është në restoranet më me renumen ndashta sot në Evropë, edhe askon tjetër. Nëse ka dikush tjetër nuk di, vetëm një person që e ngjon atë fotografi është Arturi, askon tjetër hiç. Ti mundesh më ardh me, nuk e di, me 4-5 vet, por në ty të pres, ty të njoh. Unë na pi një kafe me ty dhe e vazhdoj ma tutje, kur gjëqet. Kur një jetë, edhe herë po them, nuk im kon as në Aruba, as kur se kum taku ato, as kun tjetër. Më dash më shku sot, më dash më shku në Amerikë shkoj, s'ka nevojë me ku kush të më nal. Unë kam në shëtësinë e Kroacisë, në shëtësinë e Kroacisë nuk kemi nevojë as për viza. Pa kur farë problemi. Pse momenti kur të ndalun, u bon realisht një farë show bajagi malë me polici, me helikoptera, kush të qëllime? Të regoj, shërbime të hujat, i kanë thyë dhomë që me 25-30 vjetë non-stop, ty kujtu ose ty provu me gjetë dishka, edhe kur s'kanë gjetë. E vetëmja që ka kanë gjetë është që i kom prit 3 shqiptarë në restoran temë. Asë kanë tjetër ishë. Edhe një kohë shumë shkurt, o shqarua e punë edhe u shukatë. Kur fa problemi? Mirë as pak, po tani po kthehemi pak të sulmet mediatike. Hapet për shembull atje emisioni i Blendi Fevziut, Opinioni, del Artan Hoxha, në Klodiona Lala atje, e thënë Kloni Osmani. Qysh e përjeton te familja jote dhe a kish me ndodhë në televizion evropian me bo akuzat atila pa kur farbaze? Kur heq. Pse atje funksionon shteti, funksionon gjyqi. Artan Hoxhën, kur njetë, se kom denoncu dikon, ose kur njetë se kom lajmru dikon. Po atine, me rrejnë të tine, me të pavërtetat, a ka shti dikush, a pagun dikush, a punon për në i shërbim të huj, në i shërbim të mrenqen, unë nuk e di, ama e di që e kom marrë avokatin, Kazijaj, e kom thirë, i kom thonë që kjo është krejtë pavërtet, të lutëm, denoncon prokurori, shkrujnë s'pak, ose ku ta di unë, nuk i di ta mon qysh funksionojnë në Shqipëri, ata në organet që hetuse gjëtësorë, që në gjdo kohë mu në thirin, unë mund të japë kontributin tim shka di ose shka zdi, mu në lërështë të më thirin, a këto që ka shpif, e ton tjerë që ka shpifin, e shka rejnë, do t'i njeki dhe në Sansën, dhe në Strasburg. Në qofë se shteti është, e këmbo para 3-4 mujve, me herën e parë, se a i ka fillu me folë edhe shumë ma herët, po ajtë se s'ka dertë, ajtë se shqiptarë, ajtë se nuk një, të është dikur ku u mush Kazani, nuk mund është, edhe unë kam familje, kam nonë, kam thmi, kam gru, kam rreth, kam shoqni,
kam emën, nuk mund të në stop me përdor familjen Osmani si për klani Osmani ose dikon tjetër, për nuk e di a i merr 100 euro, a i merr 100.000 euro, apo në diçka tjetër, ose dikush e pagun, nuk e pagun, atë nuk mund ta lejoj ashtu. Edhe faktikisht do të shihim në gjykatë, veç ka fillu seanca para ka qenë, do ta shohim çfarë do të delë, do ta shoh bashkë më interesant. Çysh funksionon drejtësia në Shqipëri? Po më intereson pse po bëhet kjo fushat, kur kemi fol jashtë kamerës, më ke thonë që në mënyrë anonime kanë thirrë njerëzit, kanë thonë që nëse jep do pare, na e nolim këtë farë fushate, ti s'ke pranu me gjona tilla. Ashtu është e vërtetë, s'u pranoj kur. Edhe është e vërtetë që disa njerëz kanë ofruar, kanë thonë që ne kemi edhe përgjime telefonike, realisht për Artan Hoxhën, kur ai një band i jep lek për me fol kundër njerëzve tjerë. Është. Po ti si e morë privatisht me te? Kur, hiq. Kur një temë s'ku fol me ta. Kur s'ku pa, as nuk e di kush është ai njëri. As nuk e di pse, ku është qëllimi. Ja është qëllimi ta gjujmë topin dikon tjetër, dikush bashkëpunon me dikon, ta çojmë fokusin në atonën tjetër, ta bëjmë kë. Pse? Këta janë të njohshëm. Këta qesin gjë kërkush. Kush janë këta? Nuk e din. Këta, ne jemi që 40 vjetë sukseshëm, që 40 vjetë kemi kompanit ndryshme, ne për krejt botë. Bojmë biznise, në tana lamit kemi pas suksese. Edhe nuk e di për shka për shembull çfarë askush prej nesh nuk ka kur farë ambicie ose tendencë në Shqipëri me bëu diçka. Atë kanë tregu edhe politikan, po sidomos biznismen nga Shqipëria e Kosova, që është një grup i gazetarëve xhobaxhi që ju vejnë xhoba bizneseve. Kum dëgju shpesh, më të kallëzu drejtë nuk besu që ka ashtu që shkojnë ashtu aq fella, edhe nuk besu që sistemi ose politika ose gjyqësia ose drejtësia e lejon, po faktikisht çën nga kështu. Mirë, krejt në fund, a ke diçka me thonë që unë kam harru me të pytë, se s'kam unë për vete ndonjë pyetje tjetër? S'ka problem, krejt. Mirë që ke ardhë. S'ka kur farë problemi, krejt. Drejkit inshallah sqarohen sa më shpejt këto punë. Pa marrë parasysh, është gabim shumë i madh çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Kjo çfarë sot ndodh, është një pengesë shumë e madhe për investimet tuaja. Me ato investime çfarë ka ndodhur në Shqipëri, me çfarë thonë ata, me këto, me ato, nuk zhvillohet shteti. Pa ardhur investime të mëdha, me strategji, nuk ka me pas kërgjëjsh. Çfarë ndodh tash, këtë bota ka marrë vesh. Pa marrë parasysh kush është familja Trumpit, është Arab, a janë Jaudia, ku ta di unë. Kush do që të vjen në Shqipëri të investon? Aja të shtëpi, nuk mundet me marrë në shtëpinë e me qut dikon tjetër. Atë fabrikën që ose investon, nuk mundet me marrë në shtëpinë e me qut dikon tjetër. Ai do t'i punëson njerëz, do të pagun VAT, taksa, do t'i punëson gjinën, do ta ndërton infrastrukturën, do ta zbukuron, do të bën reklamat ndryshme për vend. Ata pengojsh një investim. Qonë 4 gazetarë, një grup gazetarësh, si në Muppet Show, e të folin të lejnë, njën i kështu, njën i ashtu, se cilin ma kesh të anëzin, se cilin, ma tepër. Ta lypin që thonë në Gjakov, kimen vo. Ajo është gabimi maj madhi edhe që ju lijohet. Po edhe ma fajtor janë ata që ju japin mundësin atyne me folë. Hapsirë, ata që japin hapsirë, ma tepër që ju japin në për televizionet e tyne, në për programet e tyne, faktikisht nuk fitojnë kur gjohë. Ajo është një kohë shkurt, i fiton 100 marka, 100 euro, se fiton diçka në kohë shkurt, në kohë të hupin tonë. Do më thonë, ju realisht mendoni që ky investim 4 miliardë gjys që do bëhej në Zvernec dhe në Sazan, kishme janë ndryshu komplet imazhin Shqipërisë, kishme sjell turizëm elitar? Ta tregoj një ngjarje ose një takim. Në 2001 kemi luajtur futboll me shokët mi në Majorga, edhe ka qenë një ekip tjetër.
Edhe në ekipin tjetër kishte qenë, unë as nuk e kam njohur, ka qenë premieri i Majorkës ose i Balearës. Edhe dyqyshën loj, si në hajgërë, është që kur kush nuk për shtyn, a i në shtyke krejtve neve. Tonë ja leshin topin, edhe dikur, na si shqiptarë pak më ndryrë, shka o kënje, që suasishtë mi thej kom, njëherë, e gjujta pak në tokë, bëjshë hajgërë me të, dikur, që më aman, tha, ej, ombre, shka, mas lojës mu afru, tha, çka o puna jote, krejt këta, tutën, krejt nuk afrohen, veç ti, i ka i tje. Unë i thash jam pi Kosovës, si gjithmonë. Edhe ti bo, qështë në muhabet e sana, i tha him, tha shka ba, investor, kam lokalin tam, kam një hotel, kam investu këtu, më pëlqen, okej. Edhe muhabet, ku të shkon muhabeti mund është me folë, ditë tjetër më thirrë, tha, hajde takohem apo vjen atë çka bën. Edhe mbeti tha çka mendon për Majorkën. Thash Majorka është një ishull më të bukur që kam pa. Po është një ishull që e ka imixhin e pastruesve. Thash çka duhet me bëu? Thash sa më shumë më shkon kvalitet. Në qofë se muni me kalu pi kvalitetit, ata kanë fillu për para, po qofë se kaloni pi kvalitetit, pi kvantitetit në kvalitet, keni me shku shumë për para. Para 12 vjetëve, shpenzimi i një turisti në Majorka ka qenë 780 orë në javë. Sot është shpenzimi i një turisti në Majorka 3.000 orë në javë. Që e thot vetë. Lemo pun tjera. Që ta bëdu më thonë, gjithmonë kom tentu, djenien ose njëftësit ose kuta njëne, ti eksportojmë ose ti bijmë në vendin tonë, që ta zhvillojmë. Ideja jeme ka qenë, qysh mi bo Kosovën si Gjermaninë. Qysh mundë mi bo Bregdetin e Shqipënisë, si Bregdetin e Francës, si Bregdetin e Spanjës, si Bregdetin e Italisë Veriore, që nuk na vyn neve masa, nuk na vyn masa ta shkatron ambientin, bjen dënësira, bjen jo kvalitet. Çka të vyn një turist që e bje bukën me veti, e flanë për shatora apo gjyshtimin ato. Neve na vyn njerëz që vinë me potencial që mundin me pagu edhe ushqimin, edhe hotelet e mira, edhe avionet, edhe këtë çka është. Që është qarë. E qaja është, çfarë po do të thonë që është më mirë të investohet, krijohet, pa marrë parasysh. E ku jo toka, le të sharohet, ata le të mirën në veti, ama mos t'i pangojnë projektet. Se nëse që ky projekt nuk dhez, s'ka marrë edhe 25 vjet tjerë, s'ka marrë kush në Shqipëri. Atëherë nima do të bëhet narkoshtet ose do të bëhet diçka tjetër ose do të bëhet dhe çdo s'ka. Faleminderit shumë bashkë. Faleminderit. Shumë faleminderit.